Miq të Piskut, ju përshëndesim. Jemi me gazetarin e mirënjohur, njëri që është shprehur shumë nëpër mediat ndërkombëtare, me vite me dekada, por edhe një kontribut i veçantë edhe për kanalin e Piskut, siç ju e keni parë her pas here që jep ato qëndrimet e tij, analizat e tij shumë origjinale, të vërteta dhe reale për sa përket realitetit shqiptar. Zotni, zohem që e mirë, shoh me shëndet. Faleminderit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ka një diçka që ne na aman diçka shpirtërore. Patjetër, ajo është. Ajo që quhet dinjitet. Ndoshta Zoti i Madh din ti peshoj gjëra. Sidomos sot në këtë ditë të vështira është një garë shumë e madhe për ta mbajt. Është e vështirë se sot gjithë njerëzit i keq që anojnë tek peshorja nga krahu tjetër. Jo pak jemi edhe të raste. Keni pasur raste që të tundohen, le të themi, që të në gjithë kemi parë eksperiencën tuaj profesionale. I kemi shkruar edhe në media, por ka një gjë. Prapë majmë shpresën, prapë majmë vetveten, se po të shohësh të vjen gishtin. Si ja. Ne po rrim peng i të tjerëve prej shumë vitesh, prej dekadash, po pse të rrim ne peng i tjerëve? Jo, ne duhet jemi vetvetja, jo të tjetërsuar. E kam shkruar këtu, vetvetja po tjetërsuar. Po pse të jemi tjetërsuar ne? Nga politikat naive që i dojnë disa politikanë, disa pseudo-lider, disa naiva që meritojnë të përmendim, po këto duhen në studio, jo në rrugë. Po, e kena thonë, po s'po bëhemi varë, do bëhemi shumë shpejt në studio që ta bëjmë një analizë. Disa pseudo-analistë, po qatë din një XY, s'm ka shkruar kur një vëzhgim. Edhe bën gjoja si liderin, edhe bën si njeriu e madhështor. Është 30 vjeç, edhe dhe me mba analizmu komplet vitet e demokracisë. S'din s'ka jetuar asgjë. Kurse ne që i kemi jetuar, jemi ndeshur me dalë. Pse po jepet kjo më shumë, po zë më shumë vend kjo pjesë që po thoni ju, pra një 30 vjeçar që bën një analizë, ndoshta ai po i shërbejnë më mirë, duhet ta kuptosh ti, i shërbejnë kohës. Po i shërbejnë gazetarët i ideale kuptimin bashkëkohor, pra ju jeni të avancuar se koha ecën, edhe avancon, ashtu si teknologjia, i shërbejnë disa klaneve, edhe këto klane ushqet, po ço kujton di janë bërë shumë të zgjuar, por edhe të djallëzuar, po njëkohësisht të kamufluar. Edhe që nuk kuptohen, nuk arrim do t'i kuptojnë një pjesë që i din mirë, që i njeh mirë, po një pjesë nuk arrin. Një pjesë do i pëlqen, pse? Është interes. Unë dohet pyesje pak për këtë që ka nisur prej disa javësh, një frym proteste, duke sikur është protestat janë të mira, sepse të shkundin nga një herë. Por me qa shoh, edhe qa peshoju, qa gjykoj, varet, disa njerëz na kanë ardhur këtu. Ne e dim jetën, e kemi peshuar se e kemi jetuar, kurse kur nuk e jeton, kur nuk e peshon, vetëm thjesht. Gjithmonë gazetari, aq se jemi mësuar ne, kemi lexuar dhe kemi parë edhe në kultura tjera perëndimore, do të jetë gjithmonë oponent apo jo? Është gjithmonë kritik edhe për të kërkuar përmirësim të një statusi ose shoqërie ose ndoshta edhe një titull të emisionit e ke simpatik. E ke vënë simpatik. Që thuhet Pisk. Pra ka diçka që duhet të ngacmosh. Po, që të ngacmosh. Bravo. E kupton e vjen. E ke thënë shumë bukur. Mirë, po. Por pse nuk jeni dakord në rastin konkret, pra, me këtë që e thotë që ju e thotë me rreshta të tjerë? Ne po shohim një diçka që ndërkombëtarët nuk janë kot. Kanë një vlerë të fuqishme. Në krahasim me ne. Ne e kuptuam vonë demokracinë. Kush? Po na manin peng pra disa naiva. Kush? Po ata që ishin ato naiva që i shërbenin dikur bëhen krye demokratë të flak. Pra ti po thua për këtë se çka po ndodh Shqipëri, për këtë mjerim që shumë shqiptar po ikin, po braktisin këtë vend dhe po zihen ky vend nga të huaj që po vinë në Shqipëri. Si e shihni këtë? Miku im, që po ikin shqiptar po vinë të huaj. Duhet ta kuptosh shpejt këtë gjë. Nga Shqipëria ime, ç'a fitova? Por nuk mora. Pensione qesharake se na nxorën me dhunë. Të gjitha ajo pasuri kombëtare që ishte e shtetit shqiptar, që Enveri e mbante për mbrojtje, që e mbante si pasuri të kombit që kishte harxuar, u zhduk, u shit. Ç'a morëm ne? Asgjë, vetëm na kanë grabit. E unë kam shkruar pra. E ke shkruar patjetër. Kush tjerë veshin, kush han presh.
Miku im. Jo, po Po i kemi pasur këto. Vje keq tash. Po mirë këto di, po këto janë gjëra realitete. Janë realitet. Pra, nuk jeni dakord me këtë frymën e protestës, le të themi të... Unë mendoj që ne kemi nevojë të bëjmë një shtet. Kemi një krah të fuqishëm që po na afron. Kush? Amerikanët. Po. Disa shtete perëndimore po treguan tepër të afërt me ne. Pse? Duan që populli shqiptar në fund të fundit të bëjë një shtet, ta gëzojë vetvete. Ne na shkuan shumë vjet, ja u thinjë, u bë bardh. More, çfarë fituam? Preshit. Po mirë tani, kjo është jeta jonë. Ja, nuk është. Ti je emisioni pisk. Ne ja jemi të zënë pisk. Jemi të zënë. Po mirë dhe kujt ja fali jetën unë? E kam shkruar, kujt ja kemi bërë vetë dhe kujt? Disa thojnë vetvetes, jo. Ne s'kishim asgjë në dorë. Pra, e kam shkruar pengje të vetvetes apo pengje të tjera. Pengje tjerë valla, ne po rrim peng, se s'kemi asgjë në dorë. Kur s'ke asgjë në dorë, e kam shkruar të peshojnë kuletën, të vënë etiketën. Pse? A e dini sot se sa që shkojmë me marrim pensionet, sa qesharake i kemi një pjesë? Po ku ja kemi borç? Kush jeti do që mek nga puna me vonë? Prish fabrikën e uzinën. Kanë shtyr edhe vitet, kanë çuar shumë më lart tani. Dalë shpërvonesë me pension. Është një emision shumë i bukur të bëhen në studio. Po me njerëz kompetent, prit. Me njerëz kompetent. Jo me njerëz të lodhur. Jo, po ç'pun kemi me njerëz. Jo me njerëz të lodhur, se dalin disa edhe bëjnë gjë të lodhur për shembull. Po janë shumë, janë figura. I themi po i themi në studio. Po, do të janë në studio, do të themi disa analiza, disa ç'më duan më. 32 vjeç, më analizë jetën, e gjëja jam i partisë, jam i vlerave. Po për çfarë quhet Radio Lala? Po ti marrim, prit. Klevis Ballion, po për çfarë quhen? Çuni Fariu. Po çfarë quhen? Ne Farius na ka lanë me çu një vëzhgim të zëri populli. Nuk e donte. Pse? Jo me sha parti. Ishte i partisë, ishte ky redaktori. Ai kupton ç'a flasun miku im. Ti duhet i kuptosh të gjëra se je kategori e nivelit, sepse je gazetar. Ta bëj pyetje kështu. Po. Drejt për drejt tani, jo pisk. Tani problemi i Shqipërisë sot. Po. Është Edi Rama apo Berisha? Ma thuj çik këtë. Pa duhet ta kuptosh. Pa kushrin, shikoja Amerikën. 8 vjet, 2 diktatura edhe largohet kush? Presidenti. Kurse ne 35 vjet e njëjtë figurë. Se kupton këtë punë? Pa nuk don koment. Ma e kuptoni apo jo? Pa e kuptoni. Po jo. Po njerëzit se kuptojnë. Si tha lëvizja e lirë, a do mirnin për una? Po kur do vi ai fshatari këtu, a do bëj shtëpi? A na futin luftë civile? A e vërtet është kjo. Po jo vërtet, e thonë që intereson njerëzve kjo punë. Jo më pse? Sa është ja të pyesim, a na futin kush na futin luftë civile, ta bëjmë si pyetje kush? Miku im, duhet i kuptosh si prish i fabrikat edhe uzinat. Ja thon, po mos i prish fabrikat edhe uzinat. Se një pjesë do punojnë. Ke majti. Ato të ti. Kjo ka qenë ignorancë apo ka qenë dashakësi domethënë? Jo, ai e kupton se është fabrika do shumë me dhimbshme. Se ishin disa gjëra shumë të mrekullueshme. Një vend që provon domethënë të prishin fabrikat, sot ne nuk kemi asgjë që të nxjerrim jashtë domethënë. Po ky takim i Ramës me këtë Netanyahu, është diçka pozitive për Shqipërinë si është. Po, sipas komenteve që bëhen me vite, me dekada, ne kemi dalë një popull që me të vërtet kemi diçka të bukur me izraelitet që quhet afrimitet në disa drejtime. Mirë po një gjë tillë pozitive, ato e kanë gjetë edhe e shprehin. Po mirë, ka diçka. Ne si popull nuk kemi të drejtë ta themi diçka që me të vërtet janë treguar pozitiv, edhe ne kemi marrë qëndrimin e mirë. Janë reale. Pa ishte ky momenti le të themi që Shqipëria do të tregonte që të mbante qendrim pro Izraelit, për atë që po ndodh në gjeopolitik, luftrat e gjëra të gjë. Politikat botërore gjithmonë kanë kundërshtime. Po. Shtetet gjithmonë. Pra bën mirë Rama që shkoi atje? Po pse s'ka bërë mirë? Jo, po pyes. Pozitive. Pozitive. Ç'është që kishte kaq shumë emocione të më dridhën gjunjët. Po mirë më, ato janë ke parasysh emocionale, personale. Çdo njeri ka ndjenjat e tij. Edhe ti je emocional për momentin. Po. Ke raste që je tull. Edhe kështu, po. Duhet i kuptosh. Pra janë gjëra që me të vërtet që duhet të jesh real, ti themi realitetet. Këto janë gjërat e bukura. Kur je real,
Por do ta lëm një herë në studio që t'i kapin gjitha kështu. Unë uroj që emisioni ju të jetë sa më bukur, sa më mirë. Jo, duke pas njerëz si ju, pasurohet akoma më shumë, bëhet jep gjyra të tjera, bëhet dhe morale, më vërtet, shqiptarët janë pak të çuditshëm, po të shohin të thuash reale, nuk e duan shumë, duan pak servit dhe kur. Po pse më servit origjinal ava? Bravo. Po pse ava, ku ja kemi borxh ne? Boto jashtë merr lek, Shqipëria si lek. Ç'o duhet gazeta këtu? Unë të përsty. Ja njerëzit tan. Të përshëndes. Unë në respektoj, gëzohem që pisku të ka pisk. Të ka pisk, jo pa pisk. Jo me mësi nuk ka, por gjithmonë embeli. Të përshëndes. Shëndet.